Gent Azizi sot vjen me energji të reja, vjen më euforik sepse ka një këngë shumë të bukur shqiptare që ka shpërosur nga fondi i artë i këngëve shqip. Vjen Gent Azizi dhe grupi Djemve të Trotuarit. Prap me një nëndor, popli është në fest, se me një nëndor, filloj kongresi 5. Hajde muj nëndor, i bardhë por si bor. Hajde muj nëndor, i bardhë por si bor. Vimrama gjithë. Vërtet është ashtu si shta e Neta, kjo këngë është nxjerrë nga pluri korave, sepse është bo para se të lindja unë, ka vitet 68-69, po a i ndini si janë vargjet, kjo se i ka shkujt popli, s'ka në ikë, hajde muj nëntor, i bardhë por si bor. Në kohët komunizit, muj nëntor ka qenë muj i kuq, po ndoshta nuk i shkote me rimën, sepse këto me i kuq, po që mund të ishte, hajde muj nëntor o muj i kuq, pas ke qenë shtremaluq, ose muj nëntor i kuq, kësa radhe nga doli huq, ose armiku është pispiruq. Nuk është e shkon shumë. Ose për shembull, imagjinoni, sepse u bo kongresi 5, filloi kongresi 5 dhe festa mode, Shqipëria nga vend bujqësor o industrial u bë industrialo bujqësor. E kuptoni çfarë arritje mode? A imagjinoni për shembull sikur ky kongres ishte bë me datë një korrik, si do ishin vargjet? Hajde muj korrik, i omël por si fik. Ose me gjithat kohë s'ka pas makina, për shembull, hajde muj korrik, shqyqy që s'ka trafik. Ose me gjithë va, për shembull, thoshte, hajde muj korrik, i fuzim në evapik. Kush e ma me evapikun? E mani me evapikun? Kanë qenë, faleminderit që më duar të rëkitit. Kanë qenë ato qeset e vogla, me plur, të bardh, me pikla portokalli, që i tret qenuj, kërë ka qenë pia freskuse e kohës, dhe ti shkoj që i lutesh e komshiri, thoshe, kush kishte frigorifer? A mirë që kuj frigorifer, ndajmë bashke, kam i sikva pik. Jepi në qënë. Se më 8 nëntor, unë formu partia jon, më 17 nëntor, unë shtiru Tirana jon. Hajde muj nëntor, i bardhë por si bor. Hajde muj nëntor, i bardhë por si bor. To kanë qenë 2 data të rëndësishme. Kanë qenë 2 data të rëndësishme të mujtë nëntor, se me 8 nëntor dhe me 17 nëntor që qeverisimi i Tiranës pranohej pioner në përshkolla. A imagjinonin që gjohë ka qenë atyre, kalamojt e vegjël, emocioni papam, qoheshin, laheshin kalamojt, qetheshin kare, bukur, krefeshin mirë, masi meshin të qamet e mamin që të puthe ke faqja. Ishin man, babi që e mate veten, murrite birë, murrite. Dhe një fëmi i vogël 10 vjeçar, 11 vjeçar me të zemrën e të lirë, që i shkonte, nuk i duke si ku shkonte në shkollë, po si ku shkonte në luft për të pranu pionerë, se dhe betimi para flamurit ta kondicionon të këtë punë. Paka shumë për këse ma merë, po e rikujtojmë, ka qenë dilte njoni për para, edhe thoshte, kush i ma merë fjallet? I ma merë një nga ju fjallet publikut? Betohen para flamurit dhe shokve të mi pionerë, Betohen para flamurit dhe shokve të mi pioner, se do të mësoj, punoj, luftoj si birë besnik i partiz dhe i popullit tim. Se do të popullit tim. Ja, një minut, ja, s'ka duar të rokitje, ku kishte aty të gabojshe, kush do gabote, se do të punoj, mësoj e luftoj si birë besnik i partiz dhe i popullit tim. Se do të punoj, mësoj, si birë i popullit tim. Betohem! Kjo që ma bon mishi kokër ma bon, mu kujtua e o kome vërte. Edhe këtu vej shalli, në zinë gjikë shallat, vej shalli pionerit. Betohem e majtë mend paktën. Shqyqyrë zotit, ka qenë një moment vërtet emocionant, lidhin i mirë ato gongjet,
Duhet ta lidhsh e mirë, Ja bukur. kanë gjëma se të fushim bërk më, që thotin. Po ti s'ke shalti, ë? Ti s'bohesh pioner ti, ke biografin e keqe ti. Të dilte ai sekretari i rinis shkollës se ta bote pioner, se tash janë bo pioner. Në luftë për çështjen e partisë jeni gati. Gjithmonë gati. Ne jemi komunista, dhe shokët e nderit, partia na kaliti, me vajna rrugë qerit. A i shifni pra, me 2 llafe karikoheshim, e hongëm 45 vjet. Edhe sot në përmintigje me 3 llafe karikohen gjithë shqiptarët. Marin kot. Hajde më mirë knojmë çuna. Më mirë knojmë kongë. Se më 28 nëntor, ngrit flamurin vlor, më 29 nëntor, u shiru Shqipria jon, hajde muj nëndor, i bardhë por si por, hajde muj nëndor, I bardhë por si por. Datat e fundit të nëntorit 28 29 kanë qenë datat më të bukura se boja i parakalimi. Kush i ma men parakalimet që boheshin shumë bukur, hidheshin fishek zjarët, pa diskutim boja e Spartakiada me ato numrat ke në stadium, dhe data i sajnot ka qenë data më e bukur sepse hajshe me vërtet. 2 data kanë qenë në vit në Shqipëri, data i sajnot edhe vit i ri për 31 dhjetor. Ato që ndakë që hashin e mish pule, na i patate, na i shishe birë, kush ishte familje dëshmorë jepshin 5 kg moll, edhe ne që i shifshim gjithi not. Unë që i kisha plakun partizon, e pysi jeri thash, o babi po të kishe vdek ti ishe bo partizon, kishe vdek në luftën, e epshin e 5 kg moll apo jo? Më pak shu e ma dha i shpull, bap! Hajde moj nëntor, i bardhë por si por, Qo ishte në statje për sot, faleminderit. hajde muj nëntor, i bardhë por si por. Po shkuni me do shallat.